jashtme të Trump. Ilda, si janë marrëdhëniet sot e SBA-s me qeverinë shqiptare? Po, unë mendoj që marrëdhëniet janë në pikën e vet më të ulët, për një arsye fare thjesht, sepse Shqipëria është sot në pikën e vet më të ulët që ka qenë në gjithë vitet e tranzicionit vet demokratik. Sot Shqipëria është ndruar në një narkoshtet në zemër të Europës, sot ekonomia shqiptare është shkatruar, shqiptarët kanë emigruar masivisht, më shumë se 1 milion shqiptarë kanë emigruar dhe kanë lënë Shqipërinë në 12 vitet e fundit. Arsimi shqiptar është në pikën e vet më të ulët, shëndetësia shqiptare është në pikën e vet më të ulët, bujqësia është pothuajse në shkatrim, industria pothuajse në shkatrim, pra çdo aspekt të jetës shoqërore apo të jetës publike që kapësh në Shqipëri, nuk është vetëm çështje lokale, sepse kjo tashmë është ndruar në një çështje shumë të madhe se sa kaq. Dhe mendoj ajo që ka vënë kapakun së gjithës është skandali më i fundit që ka ndodhur me Akshin, i cili e ka kapërcyer territorialitetin. Pra nuk është më vetëm një çështje e një skandali të brendshëm lokal, por cënon dhe sistemin e sigurisë së NATO-s. Kur të dhënat shtetërore të gjitha dhe aksesi në to është në duart e krimit organizuar, dhe i gjithë zinxhiri komandues i Akshit bashkë me bashkëpunëtorët e tjerë nga SPAK-u janë në një akuzë zyrtare shumë të rëndë, më të rëndën që ka dhënë ndonjëherë deri tani, që është ngritur nga SPAK-u deri tani, që ka vepruar si organizatë e strukturuar kriminale. Kjo është mendoj njolla më e zezë që ka Shqipëria të përfshirë në rafshin ndërkombëtar. Por po aq është edhe të qenurit një narkoshtet. Dhe siç thoshte Nicola Gratieri, prokurori antimafjas italiane, ky nuk është fare një egzagerim për Shqipërinë. Përkundrazi, është e vërteta që shumë kush mohon ta thotë me zë të lartë, por kjo është një vërtetë e tmerrshme. Tjetër, pse është e rëndësishme kjo? Shtetet Bashkuara të Amerikës, Donald Trump i ka shpallur kartelet e drogës si organizata terroriste dhe ka shpallur një nga prioritetet e presidencës tij luftën ndaj këtyre karteleve kudo qofshin ato. Dhe ne kemi parë që prej ardhjes së Donald Trump në pushtet deri dje me deklaratën e fundit që bëri ngarkuara me punë amerikane në Shqipëri menjëherë sapo Edi Rama mbaroi fjalën me stafin e tij, apo dje kur ishte, ajo nxori një mesazh, mendoj që ishte një nga mesazhet më të rënda që kanë nxjerrë dhe nuk mendoj që ishte fare koincidencë që menjëherë pas fjalës së Ramës, ajo tha që organizatat e krimit organizuar janë ato që minojnë shoqëritë nga brenda dhe që çojnë në një emigrim masiv. Dhe lufta ndaj tyre do të jetë prioriteti pa lëkundur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që këto mendoj i thon vet pikën se ku kanë arritur këto marrëdhënie, përfshirë dhe vendimin e fundit që morën. Se do i diskutojmë vizat, por të marrë një mendim. Për sa i përket marrëdhënieve, Florian. Si janë marrëdhëniet? Marrëdhëniet e thënë zhvillimet e brendshme, këto që Ilda ilustroi, ndikojnë apo janë tërësisht lokale, mënyra si qeveriset është sovraniteti i një vendi edhe ne na intereson si Shtetet e Bashkuara vetëm le të themi raporti i Shqipërisë në marrëdhënie me të tjerët edhe në ruajtjen le të themi atyre që janë standarde ndërkombëtare. Tani në marrëdhënie ndërkombëtare ka disa prioritete, të cilat janë më tepër të rëndësishme, shumë më të rëndësishme se sa